Një debat i ashpër ka ndodhur mes Xhenetës dhe Krisës. Dy vajzat janë përplasur me njëra tjetrën teksa ishin të ftuara në një studio televizive. Ka qenë Xheneta ajo e cila fillimisht ju drejtua Krisës duke i thënë: "Të jap 20 euro dhe mos fol më për mua", duke lënë të kuptohet se nuk dëshironte të ishte pjesë e diskutimeve të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër Krisa e revoltuar ju kundërpërgjigj duke i thënë që shitesh për 5.000 lekë, ik në Dubai. Lidhur me debatin mes tyre ka reaguar në rrjetet sociale edhe Tiri Gjoci, i cili është i dashur i prezantueses, ku i kthehet keq ish finaliste së Big Brother VIP Kosova. Këngëtari e krahason me një fshatare, pasi sipas tij, gjëja e parë që bën është botoksi, ndërsa ironizon emisionin duke shprehur se është turp për ta që e mbajnë. O Xhenet, na të jap unë një 7.000 lekësh, vetëm mos e hap më atë gojë se ma çan atë që thuhet sa herë flet. Fshatare tipike që zbret në qytet dhe gjëja e parë që bën janë botoksi dhe fillerat. E di që turp për ty s'është, po që është turp për ata që të mbajnë ty, shkruan Tiri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.